Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Kam abortuar një fëmijë. Rudina Dembacaj habit me deklaratën. Në një rrëfim të ndjer, Rudina Dembacaj ka ndarë me publikun një nga momentet më të vështira të jetës së saj. Ajo tregoi se në janarin e kaluar kishte përjetuar një abort spontan pa ndonjë shkak të përcaktuar mjekësisht. Megjithatë, Rudina tha se kishte zgjedhur ta shihte këtë ngjarje të dhimbshme nga një tjetër perspektivë. Rudina theksoi se kjo përvojë megjithse e vështirë u shërbeu për të reflektuar, për të ndërtuar më shumë forcë dhe për të mos humbur besimin në të ardhmen. Vjet në janar kam pasur një abort spontan. Nuk kishe një shkak të caktuar. Zgjodha që ta shihja këtë ngjarje të vështirë ndryshe. Zgjodha ta përkthej në një anë tjetër që kaluam ne të dy, ne të gjashtë më saktë. Na shërbeu për shumë gjëra. Vazhduam, shpresuam, tregon ajo.